Territori shqiptar për datën 12 tetor pritet të jetë në ndikimin e masave ajrore relativisht stabile me alternime kthjellimesh dhe vranësirash të lehta. Në zonat malore mund të ketë rreshje të izoluara gjatë pasdites. Në ultësirat perëndimore pritet mot më i qëndrueshëm me kohë më të kthjellët. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 5 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 19 gradë Celsius. Gjatë ditës pritet të ketë rreth 6 orë diell. Era do të fryjë mesatare nga drejtimi perëndimor me shpejtësi 4 deri në 6 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 12 tetor 2025 pritet të jetë mesatar rreth 3. Sipas burimeve astronomike, lindja e diellit në Tiranë për këtë datë pritet të jetë rreth orës 06:42 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 18:12 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 9 deri në 19 gradë Celsius. Kukës, 7 deri në 15 gradë Celsius. Peshkopi, 6 deri në 14 gradë Celsius. Tiranë, 8 deri në 19 gradë Celsius. Durrës, 10 deri në 18 gradë Celsius. Kavaj, 9 deri në 18 gradë Celsius. Elbasan, 8 deri në 18 gradë Celsius. Berat, 8 deri në 19 gradë Celsius. Korçë, 5 deri në 13 gradë Celsius. Vlorë, 10 deri në 18 gradë Celsius. Gjirokastër, 7 deri në 16 gradë Celsius. Sarandë, 11 deri në 18 gradë Celsius.